Pasi kushtuar gala e Petrelës, Krujës, Kurabardhës, Stellushit, si dhe pas rrethimit të Svetingradit, Skënderbeu falenderoi ushtarët e tij me fjalët: "Nuk e di o ushtar përse e t'ju përgëzoj më parë, për trimërinë që treguat apo për fatin që patët. Fatin ju asolli trimëria, kurse trimërisë i ndihmoi fati. Dhe ajo që ishte më me rëndësi në këto rrethana, fati i vuri në harmoni të plot planet tuaja me përpjekjet tuaja. Kështu unë kam shenjat shumë të mira për shkëlqimin e ardhshëm të Shqipërisë dhe të dinjitetit tuaj. Kjo është dita e 30 që unë me dyshim në zemër e pothuajse e haruar nga mërbigimi i gjatë, shkela me këmbnat dhe unë e pushtuar nga barbarët. Së pari duhet falenderuar Perëndia që ua mori aq lehtë me ndar miqve, dhe zotrimi i gjithë kështjellave kaloi në zotrimin ton pa luftuar. I përgëzoj të dy palët për vullnetin e tyre, dhe ata që mendojnë se fitoria duhet vazhduar, dhe ata që mendojnë se ajo duhet shtyrë për më vonë. Luftëtarin trim nuk duhet ta ndalë asgjë. Trimëria ka zakon të hap rrugë dhe të bëj ballë çdo vështirësie. Megjithatë, nëse kjo shtyrje s'ka për të na sjell asnjë dëm, mund të mendoni pa u fyer se dhe ju njerëz jeni. Prandaj shkoni të lumtur dhe ripërtëritni duart fitimtare që të ktheheni më të patundur për vepra të reja me një stin më të përshtatshme të vitit. Ju jap fjalën të gjithëve se do t'i keni pa kursim armët, mundimet, rastet e luftës dhe shpërblimet që i keni merituar që tani. Por nëse sultani vendos të luftojë kundra nesh, atëherë do të duhet që planet tona t'i përshtasim sipas gjendjes dhe sipas planeve të armikut. Sulmimin e parë duhet ta bëjmë kundër Svetingradit. Po vjen turp që armiku nuk i ka shkullur ende këmbët që andej duke përshëruar emrin e shqiptarëve.